Kombëtarja shqiptare do të përballet me një nga ndeshjet më të rëndësishme të saj në kualifikueset e Kupës së Botës, dueli kundër Serbisë. Përpara ndeshjes më të ndjeshme të grupit, kombëtarja gjendet përpara një sfide jo vetëm në fushë, por edhe në zgjedhjet që duhet të bëjë stafi teknik. Reparti ofensiv ofron më shumë alternativa se kurrë më parë, por vetëm 3 prej tyre do të formojnë sulmin në këtë duel me peshë të madhe. Trajneri Silvinho ka në dispozicion një grup sulmuesish me profile të ndryshme, por zgjedhja e titularëve do të varet jo vetëm nga forma aktuale, por edhe nga taktikat për këtë duel. Statistikat sezonale dhe forma aktuale flasin shumë, por zgjedhja përfundimtare do të varet nga balanca taktike që Silvinho dëshiron të ndërtojë përballë një kundërshtarit të fortë dhe emocionalisht të ngarkuar. Armando Broja është një nga sulmuesit më të njohur në kombëtare, por lëndimet e minutazh i limituar tek Evertoni kanë penguar të gjejë formën më të mirë. Megjithatë, ai mbetet një armë e rëndë për përplasjet fizike dhe tepërtimet në zonë, pavarësisht se përballë ishte Andorra, ai luajti titular në ndeshjen e fundit. Rejman ai po kalon një sezon shumë të mirë në Turqi me një formë të qëndrueshme dhe gola të rëndësishëm. Ai është i fortë fizikisht dhe i rrezikshëm në ajër dhe mund të jetë surpriza Silvinhos në sulm kundër Serbisë. Ndeshjen e fundit shënon 2 gola si kuqezi. Myrto Uzullni është i shpejtë, i zgjuar në hapësira dhe përshtatet mirë në kundërsulme. Ai mund të shërbejë si sulmues krahu ose fals 9, veçanërisht në skemat që kërkojnë fleksibilitet dhe lëvizje të shpejtë. Nëse Silvinho do të zgjedhë një strategji të tillë, Uzullni mund të jetë i përshtatshëm. Yasir Asani është i rrezikshëm nga distanca dhe shumë kreativ me topin. Ai mund të jetë zgjidhja ideale në krahun e djathtë, sidomos për të krijuar superioritet me driblime dhe krusime në zonë. Paraqitjet në ndeshjet e fundit me kombëtare nuk kanë lënë shije të mirë, megjithatë, ai është një nga të preferuarit e Silvinhos. Nedim Bajrami i ri në krah. Dikur vendoste ndeshjet me goditje jarëzone apo lëvizje mes linjave, tani duhet të shfaqet e rrezikshëm në krahun e majt. Përsëri mbetet favorit për të qenë pjesë e treshës përpara, por është më i përshtatshëm pas sulmuesit kryesor. Ernest Muçi është një nga lojtarët më efikas për minuta loje. Ai ka eksplozivitet dhe vendimarrje të shpejtë, duke u kthyer në një alternativë shumë serioze nga stoli. Duhet të rekuperohet pasi për momentin është i tëmtuar, por parashikimet e shohin ato gati për duelin e 7 qershorit. Mirjin Taku, duket sikur mbeti disi mbrapa në trenin e kombëtares, kishte shansin në ligën e kombeve dhe nuk ishte në nivelin e pritur. Në 2 ndeshjet e para mungoi, ndërsa prej nëntorit luan me injeksione. Duke analizuar dhe shpërthimet e tij emocionale deri te kull nacionaliste, do ta ketë vështirë për të luajtur kundër Serbisë. Megjithatë, ka aftësinë për të lodhur mbrojtjen kundërshtare dhe është i fortë në luftën në ajër. Arbër Hoxha nuk ka marrë shumë minuta këtë sezon, por ai tërheq vëmendjen me aftësitë e tij teknike, i shpejt në krah dhe driblues. Nëse Bajrami mbetet në krah, i duhet ta nisë në stoli, por gjithashtu mbetet një alternativë cilësore. Indrik Tuci ka shenjë në ato 2 ndeshje që luajti në ligën e kombeve me performancë të mirë dhe me një asist, por një dëmtim që nga janari e ka penalizuar ecurinë e tij, vështirë se gjën vend në listë. Taulant Seferi u kursye në 2 ndeshjet e fundit të kualifikuesave të botrorit, megjithatë sulmuesi njihet për sakrificën që ka bërë në fazën mbrojtëse në ndeshje të caktuara, ku Silvinho ka preferuar të aktivizojë në krah. Kuotat e tij për të përfshirë me Serbinë janë të ulta. Silvinho ka në dispozicion një arsenal të pasur sulmuesish, por sfida e vërtetë është të zgjedhë kombinimin e duhur për një ndeshje me ngarkesë emocionale dhe taktike si ajo kundër Serbisë. Efikasiteti, forma aktuale dhe qëndrueshmëria do të jenë çelësat për të vendosur se kush do të udhëheqë repartin ofensiv të kuqezimeve.